E vërteta është një nga virtytet më të larta dhe më madhështore morale. Ajo përbën burimin e shumë cilësive të mira etike dhe është themeli mbi të cilin ndërtohet morali i besimtarit, dhe për këtë arsye Allahu i madhëruar i ka urdhëruar besimtarët që të jenë të vërtet në të gjitha gjendjet e tyre dhe në çdo aspekt të jetës. Në porosin që profeti Muhammed i dha Imam Aliut paqja qoftë mbi të, thot: "O Ali, po të porosis me disa cilësi për veten tënde, prandaj ruaji mirë prej meje." Pastaj tha: "O Allah, ndihmoja ata. E para prej tyre është e vërteta, dhe mos lejo që nga goja jote të dalë kurrë një gënjeshtër."